një punën e institucioneve dhe rritjen e kapaciteteve dhe tjetrën performancën. Pra, po themi dhe në një ekip futbolli, ti mund të shohësh nëse një ekip futbolli e bën stërvitjen siç duhet, i rekruton në ekipin në mënyrën e dur, pa po themi ndërhyrje etj, po prapë nuk është thënë që mund ta fitojë ndeshjen. Po ka mundësi dikush të shohë proceset, ka mundësi të shohë dhe rezultatin. Dhe siguria është e tillë dhe duhet parë proceset, pra proceset administrative, qeverisë etj, sa të çëndosha janë, sa të çëndeshme janë dhe rezultati. Dhe teorikisht i bie që nëse këto procese janë sakta, edhe rezultati do jetë më i mirë. Në terma empirik, korrupsioni pavarësisht pretendimeve të qeverisë, ne kemi parë në shumicën e tenderave shtetëror, pavarësisht se këto kanë qenë të shpërndara nëpër ministri apo të përqendruara në një autoritet të vetëm, ato që fitojnë kompanitë fituese zakonisht me 99.99% të fondit limit. Pra ky është një flamur i kuq dhe për këtë arsye dhe kapitulli për prokurimet ishte një kapitull problematik sipas Bashkimit Evropian. Po, prokurimet po marr një elementi që përmendët ju, krimi i organizuar që deri investoi për të nxjerrë deputet saktuar, prapë është diçka e faktuar tashmë. Kishim rastin e deputetit Durrësit për dëgjuesit tuaj, po dhe mendoj edhe për në përgjithësi për publikun e gjerë. Jo, termi korrupsion e ka zanafillën nga Perëndëria Romake, kur nuk kishte as tender as prokurime publike. Prokurimet janë një pjesë shumë e vogël që është se si përdoret një pjesë e parave të shtetit dhe sikur ato edhe të përdoreshin në mënyrën më eficiente, nuk do të thotë që korrupsioni automatikisht identifikohet me prokurimet. Kjo është një qasje besoj relativisht e gabuar. Sigurisht që prokurimet janë një tregues se si ne morëm vetëm 2 nga indikatorët, 20 indikatorë të tjerë. Normalisht të gjitha këto kanë përputhje faktesh, pra fakti që ti ke rënë në transparencë internacionale. Korrupsioni është më së shumti mënyra si merren vendimet, mënyra se si përdoren burimet e vendit, mënyra se si punohet për të shtuar burimet e vendit etj. Se sa vetëm se si po merren këto vendime, ka transparencë, ka llogaridhënie. Eksakt. Dhe në këtë aspekt po të shohim shoqërinë e cila është treguesi kryesor dhe meqense flasim për qeverisje demokratike, që do të thotë që politika duhet që të reflektojnë kërkesat e publikut dhe publiku është si thua matësi kryesor pastaj i asaj se sa këto politika kanë dhënë rezultate. Vetë fakti që kemi tashmë disa protesta të cilat po zgjasin prej afro një muaji, tregojnë që matjet e opinionit publik që ne kemi bërë këto vite tregojnë një pakënaqësi në lidhje me qeverisjen dhe korrupsioni faktikisht nuk është rezultat në vetvete, po është rezultat i keq qeverisjes dhe kjo është një diçka që ne kemi thënë dhe për të adresuar korrupsionin, nuk adresohet korrupsioni përmes antikorrupsionit, po rregullohet përmes që faktikisht është puna e SPAK-ut, po përmes marrjes së masave që mos të ndodhi korrupsioni. Dhe këtu hyn pjesa e qeverisë dhe administratës, e cila është pjesa si thua më pak e dukshme. Pra, edhe në diskursin publik të qeverisë thotë këto punë zgjidhin institucionet e gjyqësorit. Në fakt, edhe nga pikpamja thjesht etike, jo administrative, ekzekutivi ka si qëllim në radhë parë që ka për detyrë që korrupsioni të mos ndodhi në prokurime apo dhe në forma tjera. Pastaj kur ndodh, edhe nëse do ishin super suksesshme institucionet e gjyqësorit, pra prokuroria dhe gjykatët, pra se prapë nuk arrin dot të kapin të gjithë atë. Dhe në këtë aspekt, ky është një dështim në kuptimin në tërësi të qeverisjes, përsa i përket faktit që në momentin që ke një nivel të lartë korrupsioni, i cili tregohet dhe nga matjet e opinionit publik, dhe nga Transparency International që thatë juve, dhe nga raportet e tjera të huaja, po që konfirmohet dhe nga lëvizjet e njerëzve në terren, pra ky është një problem. Por ky nuk zgjidhet përmes formës represive të institucioneve të sigurisë, dhe ajo që është e munguar në Shqipëri, po përpiqem ta theksoj, është fakti i përgjegjshmërisë që institucionet e ekzekutivit duhet të bëjnë shumë më tepër që korrupsioni të mos ndodhi. Dhe pastaj atë pak që ndodh, që si rregull duhet të ishte më i vogël, duhet që të merreshin institucionet e sigurisë që me kalimin e kohës arrinin në një ekuilibër që të ishte minimal.